Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV. Jemi në emisionin e radhës në pika e takimit dhe sot kam për privilegj dhe për nder që për bashkëbisedues të kem zotëri Vebi Bexhetin, profesor universitar dhe ish politikan, i cili përveç politikës pjesën më të madhe të jetës së tij mbi 50 vite ja ka kushtuar arsimit shqip. Zotëri Bexheti, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona. Para disa ditësh u shënua edhe dita e 7 marsit, që është shënohet si dita e mësuesit, por kjo ditë e mësuesit kam përshtypjen se te populli shqiptar ka një rëndësi të veçantë, për dallim prej popujve tjerë, dhe kjo ndoshta ka ardhur si pasojë asaj se shqiptarët gjithmonë kanë kaluar nëpër ato sfidat e arsimit, kanë luftuar dhe kanë kërkuar të drejtën e arsimit shqip, po cili është mendimi juaj pse kjo dita e 7 marsit ka një rëndësi shumë të madhe për popullin shqiptar? Po një ndër festat me karakter dhe me interes kombëtar është edhe kjo ditë 7 marsi, që si fest megjithatë është shumë e vonë. Madje në vitin 1960 është zyrtarizuar si fest kombëtare që i kushtohet arsimit shqip. Kurse shumë më vonë depërtoi edhe në Kosovë dhe këtu tek ne, dhe sot e festojmë 7 marsin më tepër në nivele të shkollave, duke përgatitur programet ndryshme, recitale, lexime tjera letrare, organizimet ndryshme, dhe mbetet përsëri i njëjti zhvillim i arsimit në gjuhën shqipe. Do me thënë, dita e festës vjen e shkon, kurse ndryshimet në të mirë të zhvillimit të shkollës shqipe si duket ec me hapat breshkës, ec shumë ngadalë. Përsa i përket festës, si fest, edhe pse themi se është dita që është më e shënuar e vitit 1887, megjithatë, me të drejtë, ka disa reagime her pas here të intelektualëve të ndryshëm, por veçanërisht nga arbreshët e Italisë së Jugut, Kalabrizës, Sicilisë, të cilët shumë më herët e zhvilluan, do me thonë, shkollën shqipe në mënyrat ndryshme, gjithsesi përmes zhvillimeve të kulturave dhe kishës, kishin gjithmonë shkolla shqipe. Dhe kjo nuk na habit kur dihet se edhe shkrimtarët e parë, do me thonë, nga letërsia e vjetër, Lek Matrënga e Këndej, pastaj kolegjet e ndryshme, siç është ai Shën Adrianit, dhe shumë kolegje tjera, madje edhe në Kosovë, siç është edhe shkolla shqipe e Stublës, edhe pse jo me karakter themi laik, megjithatë nuk mund të themi se shkolla e parë shqipe është kjo e Korçës. Ajo është zyrtarisht shkolla e parë, por është shkolla e parë dhe duhet theksuar se është shkolla e parë laike, shkolla e parë e organizuar përmes lëndëve të ndryshme, përmes mësuesve ndryshëm të cilët kishin lëndë të caktuara. Këtu kemi drejt ta marrim si themel e një shkolle, themi, që i plotson gjitha kushtet e një shkolle të mirë fillkombëtare. Prandaj është mirë që të ruhet kjo datë, por gjithmonë duhet theksuar se kemi pasur shkolla edhe të tjera jo në atë nivelin e organizimit siç është kjo e Korçës e Pandeli Sotirit, dhe shumë arsimtarëve tjerë, mësuesve tjerë të popullit, sepse kjo shkollë rrezatoi shumë shpejt pastaj në vite tjera, që u arrit edhe shkolla e mesme e Elbasanit dhe shkolla tjera që për kohën kanë luajtur rolin e universiteteve, sepse në ato shkolla kishte mësues të mëdhenj, do me thonë, që edhe sot e kësaj dite janë pikë reference për zhvillimin e shkollës, për zhvillimin e gjuhës, letërsisë, siç është edhe Aleksandr Xhuvani dhe shumë intelektual të tjerë. Po nuk mjaftohemi vetëm me disa manifestime për këtë ditë. Këtu duhet më tepër të jepet rëndësi zhvillimit, të ndiqet, do me thënë, suksesi i shkollës shqipe,
ne për fat keq kemi disa standarde zhvillimit të shkollës shqipe në Maqedoni, në Kosovë dhe në Shqipëri, në Luginën e Preshevës. Dhe nëse flasim për zhvillimin e shkollës shqipe në Maqedoni, mund themi lirisht se këtu ende mungon një strategji e zhvillimit të shkollës kombëtare shqipe, sepse arsimi shqiptar me gjithë zhvillimin kohëve të fundit të një sistemi të infrastrukturës shkollore, i mungon autonomia e vetë kthurjes, vetë ndërtimit apo komponimit të plan programeve shkollore, sidomos ato që i tangojnë kulturës shqiptare. Ne edhe sot e kësaj dite merremi me defektet me të vërtet që nuk duhet ndodheshin, por që i kemi aktuale edhe sot në për libra shkollor. Ne mbajmë mend edhe enciklopedinë e Maqedonisë, skandalet e ndryshme, libri gjeografisë, libri muzikës, libri i historisë, dhe me thonë zyrtarisht në përkëmbet historia e shqiptarve përmes librave që u servirohen nxënësve. Dhe ky është këto probleme vazhdojnë. Prandaj, prej festës në festë, prej vitit në vit, ne duhet të mendojmë pak kur vjen 7 marsi, të zgjohemi pak. Dhe partitë politike shqiptare që marrin pjesë kohë pas kohë në pushtete, në opozitë, nuk e di sa janë të vetëdijshëm që të ngrenin interesimin e zhvillimit shkollës shqipe në programet e veta. Shumë pak do me thonë japën rëndësi. Edhe nëse në programet e tyre i kanë të gjitha këto angazhime dhe plane për zhvillimin e shkollës, përsëri do me thonë në jetën praktike nuk ka do një zhvillim. Për dallim nga Shqipëria, gjithsesi me të metat që mund t'i ketë, atë që nuk kemi problem me tekstin shkollor, me plan programet, deri diku edhe në Kosovë, dhe me thënë, ne nuk arritëm të kemi endi një abetaret për bashkët zyrtare, por kemi një paraqitje apo përdorim të abetare sa për të thënë që nuk është zyrtare. Dhe me thënë, këtu ngec punët e plan programet, e libra shkollor, sepse ne si komp nuk do të kemi zhvillim, nuk do të ecim për para drejt historisë, ta përkujtojmë historinë dhe të shkojmë për para, nëse nuk mësojmë gjuhën, kulturën, letërsinë. Dhe nuk mësohet në formë të parcializuar. Kemi libra tjera, këtu në Maqedoni libra tjera, në Kosovë dhe në Shqipëri, ma disa libra i kanë harmonizuar, madje edhe në Luginën e Preshevës, dhe këtu është çështja e problemit të arsimit. Dhe smundja e madhe që është shtrirë në gjitha hapësirat shqiptare, është politizimi i shkollës shqipe. Kam pasur raste studentët e shkëlqyshëm që kanë mbaruar gjuhë letërsi, ende janë pa punë, disa të tjerë kanë deportuar, madje kanë fituar edhe grada të ndryshme shkencore, pedagogjike, dhe këto janë ato defekte të cilat do t'i trajtojmë ne si shqiptar, sidomos partitë politike që merren me këtë procedurë. Në me thonë, nuk kemi lëviz fare, thash, viti e festa vjen e shkon në rrim vend. Në këtë drejtim duhet më tepër të punohet. Profesor, do t'i kthehemi tani sferës politikës. Gjatë viteve të 90-ta, me fillimin e viteve të 90-ta, edhe ju keni qenë në politikë aktiv. Ka qenë një periudhë kur është ndryshuar edhe sistemi, do me thonë nga sistemi komunist në demokratik, nga sistemi një partijak në shumë partijak. Mund të na shpjegoni cilat kanë qenë aso kohë motivet tuaja që të merreni aktivisht me politikë, edhe aso kohë me formimin e partive shqiptare, cilat ishin ato kërkesat e shqiptarëve aso kohë ndaj palës maqedonase? Përse i përket zhvillimeve të viteve të 90 e këndej, lirisht mund të them se ishin vite të shpresave të mëdha dhe të zhgënjimeve të mëdha. Pasi dolëm nga sistemi një partijak, që për fat keq ai sistem mbaroi me një dhunë papar kundër drejtave shqiptarve, sidomos në atë kohë ju e dini se u mbyllën shkollat. De facto shkolla shqipe u mbyllën në emër të përzierjes së paraleleve. Dhe kur erdhi 90-ta, ne menduam se çdo gjë do të jetë në interes të zhvillimit shkollës shqipe, në interes shqiptarëve, në interes të gjithëve, sepse
kishim një sistem demokratik dhe njeriu do të jetë i lirë, do të mendoj lirshëm. Është fakt se u hoq delikti verbal, megjithatë nuk ngjau ajo që e pritnim ne. Kur e dim se në kohën e ish Jugosllavisë në bazë të kushtetutës së vitit 74, e din të gjithë, dokumente kemi sa të duash, kur gjua shqipe ishte e para, madje në dokumente ndryshme si që është dëftesa, diplomat e ndryshme shkrueshte me shkronja më të mëdha, madje që nga viti 1946, 7, 8 e këndej, në vitin 90 nuk arritëm ne që t'i shohim këto që i kishim ndruar gjatë kohë. Madje me kushtetutën e atij viti, dhe me thënë më njerë po sa u futëm demokraci, pas shpërborjes së Jugosllavisë, u soll kushtetuta nga e cila pritëm shumë, ajo na ktheu mrapa. Ajo na ktheu në atë nivelin e viteve 1987-8, kur ndronemi 58 i përdorimit të gjuhëve, ku shumë shqiptarë, sidomos arsimtarë, në atë kohë duke dashur ta mbrojnë atë drejt përmes atij ligjit të mos të abrogohet, edhe u dënuan. Demokracia neve na gjeti me një rrjet të sakatuar të shkollimit në gjuhën shqipe. Dhe ne mendonim se është sukses nëse kthenim ndonjë paralele, merrni me mend të gëzoheshim për diçka që e kishim pasur në kohën e komunizmit. Edhe pse politikisht shqiptarët u organizuan në akim të këtij sistemi shumë partijak. Kjo vlen edhe për në Kosovë, LDK-ja si parti shumë e hershme, madje që në kohën e sistemit komunist u regjistrua, ashtu sikur edhe Partia e Prosperitetit Demokratik që ishin të parat, që u organizua politikisht dhe i mblodhi të gjithë intelektualet për të marrë me politikë. Sot është diçka tjetër. Sot intelektualet kanë ndrohet futën politik, sepse politika është për politikanët, por ishte i dallim vitet e 90 dhe Partia e parë shqiptare, jo pse ne donim të largohemi prej profesionit, se është vështirë të largohesh për një profesioni që e ke dashur, që e ke studiuar të bosh mësues profesor akademik, por me të vërtet kishte nevojë politika shqiptare për intelektual. Dhe është e vërtet se Partia e parë shqiptare, Prosperiteti Demokratik, grumbulloi një numër të madh intelektualesh, të cilët përsëri nuk mlodhen forca dhe nuk arritën, jo pse nuk deshtën, që ta pengojnë miratimin e kushtetutës në atë kohë, që ishte me të vërtet e dëmshme, pasojat e të cilës i vuajmë ne edhe sot. Prandaj, ka një përgjegjësi deputetët e asaj kohe që nuk ishin aq të zëshëm për ta penguar në ndonjë farë mënyre politikisht e bojkotime tjere. Megjithatë, ja kështu u zhvilluan punët, vazhduan pastaj të hapen shkollat përsëri. Në 94 pastaj kemi një iniciativën e Universitetit të Tovës, kur Fadil Sulejmani idenë e vet e shtroi publikisht, dhe përmes intelektualëve të tjerë dhe gjithë atyre që deshën shkolla shqipe, vazhdoi edhe një shkollë lart universiteti që është çuditërisht që punoi aq vite, domethënë 10 vite më tepër, i papranuar, i pa legalizuar prej universitetit. Më vonë pastaj kemi zhvillimin e rrjetit të shkollave, pastaj kemi edhe një universitet tjetër, tani mo kemi edhe një të tretë, por megjithatë nuk mund të themi se jemi të kënaqur me sukses. Edhe pse, kur flasim për shkollën e sotme, unë nuk pajtohem me njerëzit cilët thonë se tani mo nuk ka fare sukses, zonësit janë më dobët, mbas asaj që shohim, sepse ne jetojmë me kohën, me zhvillimin e teknikës, teknologjisë, fëmijët e ciklit tullet janë shumë të aftë, e tash sa punohet, edhe si është pamja e një mësuesi dhe si është sjellja e një nxënësi, gjithsesi janë larg asaj discipline që e kemi njohur shumë më herët, por megjithatë kemi ne kapacitetin. Kemi nxënës inteligjent të cilët mund të arrijnë. Kemi edhe nxënës edhe studentë që nuk janë të interesuar, po kështu ka demokracia. Do të thonë kush do të përparojë zhvillohet
ka një farë mundësi. Rjeti I shkollave këtë fundit është I zhvilluar, megjithatë për fat keq, do me thënë është ajo koha e smundja, mortaja e shekullit të lëvizja popullatës, migrimi. Në fshatin tim që prej nga Vijun është një shkollë që ka mbet pas një zonës, do me thënë ka 2 vite që u mbyllën krejt të paralelet dhe shkuan gurbet disa pedha në qytet dhe kjo është ajo që na them. Kjo është produkti I zhvillimit demokracisë që nuk patëm fuqi të ndalim ata njerëz, ato koka që nisin punojnë këtu, duhet të kish një zhvillim më të hofshëm ekonomik për të siguruar vende pune, por edhe stimulime të ndryshme për fshatrat malor që mos ta lënë vendin ashtu të zbrasur. Dhe këto ishin, themi, ato pritjet e mëdha të viteve të demokracisë që nuk doli rezultati I pritur prej më parë se do të vi demokracia, do të kemi të drejtë. Po të drejtë të flasish, kesa të duash, megjithatë demokracia ka një të keqe, që nuk duhet të implementohet mjedise shumë nacionale, siç është Maqedonia, është vendimi I shumicës, vendimi I gishtave. Megjithatë, Rreziku I mbivotimit ekziston. Rreziku I mbivotimit. Prandaj u angazhuan forca politike për këtë plak që të hiqet disi, sepse gjithmonë do të mbivotohemi, dhe erdhëm deri te Badenteri, që I themi, te vendosja me konsenzus, por që megjithatë edhe aty shpeshherë shumica nëpërmjet atyre punëve të organizimit brenda partijeve maqedone, përsëri e pamundsojnë të realizohet Badenteri apo e kemi edhe në parlament për shembull shumicën e dyfisht, megjithatë edhe aty ka hile. Edhe shumë lehtë bëjnë një numër të caktuar të themi të pakicave, sepse ne në vitin 90 me ardhjen e demokracisë në vend që të fitojmë drejtën e shtet formimit, që realisht duhet të jemi ne ata që bashkë me Maqedonasit, do me thonë ta formojmë shtetin, erdhëm deri te një vendim që të quhemi pjesë të kombit. Po, do të kthehemi te kjo, profesor. Dhe ajo është fakt se realisht ne jemi pakic në bazë politikës aktuale, ashtu si na konsiderojnë, edhe pse nuk e do t'i kthehemi kësaj peqes, mirë po, kur e përmendet atë vendimarrjen me konsenzus, më kujtohet të ndjerin Arben Xhaferi, I cili vazhdimisht e përdorte këtë termin demokracia konsensuale. Ju keni qenë edhe një ndër bashkëpunëtorët e afërt të Arben Xhaferit, edhe nga këndvështrimi I sotëm vazhdimisht personaliteti I tij Arben Xhaferit shihet si një shembull I politikanit I cili ka ditë që ta bëhet lidhje ndërmjet politikanit dhe intelektualit, por atë e shohim se vazhdimisht sot flitet me superlativ, bile ka edhe një autostradë në Kosovë e cila e mban emrin e tij. Ju si bashkëpunëtor I afërt e tij mund të na tregoni çka e bënte të veçantë Arben Xhaferin, të ndjerin, që edhe sot e kësaj dite që të përmendet si shembull I mirë, apo çka ishte veçantë në atë filozofinë e tij politike, në mendimin e tij politik? Arben Xhaferi do të marrë mend për mençurinë e tij në shumë dimensione, në shumë fusha. Nëse nisim te aspekti I tij politik, ai thoshte, është një fjali që me vërtet do ta ketë vlerën gjithmonë për ne shqiptarët. Më mirë një ligj të mirë se sa një funksion të lartë për shqiptarët. Dhe ai nuk e thoshte më kot këtë. Nëse do të kishim një kushtetutë si duhet, një ligj siç duhet, nuk do të thotë se do të luftonim aq shumë për pozita, sepse vetvetiu mekanizmi I shtetit do të funksiononte edhe interes të shqiptarëve. Arben Xhaferi si personalitet ishte I gjithanshëm. Ai ishte edhe filozof, ishte mendimtar, ishte politikan, ishte diplomat. Shpeshherë në takimet ndryshme në atë kohë merrnin pjesë si ministër në evente ndryshme, ngjarje ndryshme ku mblidheshin diplomatët, normalisht ambasadorë ndryshëm që janë në Maqedoni, dhe më kujtohet
të gjithë të diplomatë më tepër ishin të interesuar të flasin me Arben Xhaferin se sa me kryeministrin e kohës, i cili ka pas një bashkëpunim korrekt me Arbenin. Arben Xhaferi ishte një intelektual i cili ishte në çdo fushë karakteristik, nuk ngjante me politikanë të tjerë. Ishte politikan kur kish nevojë të jetë, ishte intelektual kur kish nevojë të jetë intelektual. Ishte njohës i mirë i gjuhës shqipe. Arben Xhaferi mund të shkruante mjaft materiale që asnjë farë lëshimi drejtësimor nuk e kishte. Pastaj aftësia e tij politike, diplomatike ishte me rrezë veprimi shumë më tepër se në Maqedoni. Ne i dim ngjarjet në Kosovë, lidhjet me diplomatët e huaj, respektin që kishin për Arben Xhaferi. Ne i dim edhe ngjarjet e 2001-shit në Maqedoni, deklaratat e Arben Xhaferit, i cili e arsyetoi lëvizjen e shqiptarëve dhe ai quajti një kryengritje të njerëzve të rinj shqiptar cilët duan të fitojnë të gjitha ato të drejtat. Njihet marrëveshja e Prizrenit, do të thonë që e nisi një rrugë tjetër për ta pasqyruar luftën edhe në Maqedoni edhe në Kosovë si të drejtë. Dhe me ndikimet e tij në atë kohë pati disa zhvillime edhe në fushë të informatave. Ne kemi atë zhvillimin e kanalit të tretë. Me thonë, në atë kohën e vështirë kemi pas një fuqi bukur të madhe të informatave që e mbronte një lëvizje të drejtë të shqiptarëve, siç ishte ai konflikti apo lufta. Dhe Arben Xhaferi, gjithsesi me politikën e vet, u ndërpreu gjithë ato që dolën mal të UÇK-s të quhen terroristë. Ai tha se ato janë një grup njerëzish, janë të organizuar, ajo është një ushtri, etj. Domethënë, në gjitha këto fusha ai ishte i pari, ai ishte njëri prej cilit mund të mësoj shumë. Madje ka pas deklarata të funksionerëve të lartë në Shqipëri, të cilët e pranojnë vetë se sa herë që kishin ndonjë konflikt, thotë, mes partive na trukiste Arben Xhaferi, të njëra parti dhe të tjetra parti. Njëri i cili ka bërë veprime që rrallë kush mund t'i bëj, që nuk kishte armiq, themi. Edhe me opozitën, me pozitën, me partitë e ndryshme në Kosovë, Shqipëri, në Maqedoni, i çonte punët të heshtur por me një mençuri shumë të madhe. Prandaj edhe emri atij sot respektohet, gjithsesi është vetë vula e veprës së tij që kosovarët në Kosovë, shqiptarët e Kosovës e respektuan aq shumë me një emër të një autostrade të madhe, që është vazhdimi i autostradës Rrugovës, që është themi ashtu një krahasim i dy njerëzve të mëdhenj të politikës shqiptare dhe jo vetëm. Po, kuptoj. Tani të kthehemi pak te pjesa kur e përmendet këtë pjesën e preambulës, pjesë e popullit shqiptar. Në vitin 2001 pas ju bëi konflikti, domethënë viti 2001 dhe erdhëm deri te ndryshimet kushtetuese. Mirpo kur u hartua kushtetuta, në preambul përsëri diçka ngeci puna, shqiptarët tani aty titullohen si pjesë e popullit shqiptar, ndërsa maqedonasit si kom shtetformues, dhe me këtë pjesë e popullit shqiptar futemi në kategori me këto popull tjerë që jetojnë këtu, turqit, romat, bosnjakët, po pasi ngelen kjo fjalia pjesë e popullit shqiptar mund të ketë shumë interpretime. Pasi ju jeni edhe gjuhtar, si interpretoni këtë, çka i bën kjo pjesë e popullit shqiptar? A i bën se shqiptarët në Maqedonisë e kanë shtetin am dikun tjetër, ndërsa këtu vetëm kanë mbetur, apo mund të jetë se si ndonjë etni e shkëputur ose diçka, sepse ka rrezikje që të interpretohet në forma të ndryshme. Po pikërisht për ato qëllime të errta të politikës maqedonase, na quajtën pjesë të popullit shqiptar, sepse sipas tyre populli shqiptar jeton vetëm në Shqipëri dhe ne jemi një periferi, një pjesë, një degë, sepse ne kemi një shtet, ajo është Shqipëria. Dhe nga kjo vin deri te konstatimet e shpeshta që të kaluarën në drejtuar nesh se çka lipni ju këtu e keni shkuar në Shqipëri nëse nuk ju pëlqen.
Kjo është ai damë që u bë pjesë e popullit shqiptar. Ju jeni të ri, ju kujtohet ndoshta, keni dëgjuar se në atë kohë Jugosllavi kishte kombe dhe kombësi. Shqiptarët dhe gjithë tjerat pakica, përveç popujve të mëdhej, që ishin serbët, kroatët, slovenët, malazezët, edhe pse me numër të vogël, ishin popull, kurse të tjerët ishin kombe, kurse të tjerët ishin kombësi. Vetëm të ikin termit pakic. Dhe tani, demokraci, përsëri për të ikur termit pakic, në qytë pjesë e popullit shqiptar. Kjo nuk do të ishte shumë katastrofale edhe ta mbajmë si pjesë e popullit shqiptar. Nëse ne do të bashkë me Maqedonasit do të ishim shtet formues. Ne themi jemi shtet formues. Shqipëria shpeshherë funksionerët e tyre thonë ju jeni shtet formues. Por ata thonë diçka tjetër, ju jeni pakic. Po faktikisht jemi pakic. Po ku dallimi prej pakicave tjera? Nuk kemi dallim tjetër përveç se jemi pakica më e madhe. Ju kujtohet sa shpesh e përdorin funksionerët, duke nisur nga kreu i qeverisë së shtetit, shqiptarët, turqit, malazezët, bosnjakët, kroatët, vlehët, etj, romët, gjithmonë për ta zbehur fuqinë numerike dhe ndikimin e një popullate që janë mbi 30% zyrtarisht. Edhe kur përmendin të gjithë, unë jam për atë që të përmendin të gjithë t'i kenë të drejtat, sepse ne kemi qenë ata që na kanë munguar të drejtat, që na mungojnë edhe sot, por asesi nuk pajtohemi që t'jemi në pozitën e pakicës. Kështu jemi në pozitën e pakicës. Kështu si që jemi të definuar në kushtetut. Në kushtetut. Po këtu ka një hibridizim të aspekteve të politike për të na hudhur syve. Erdhëm deri te mbaroi, domethënë konflikti, lufta, erdhëm deri te marrëveshja e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit i kishte metat e veta, megjithatë ishte një e arritur ishte, e cila në vend që të implementohet, ajo nisi duke u zvetnuar, duke u dobësuar. Madje kam dëgjuar, kam lexuar, por kam biseduar me njerëzit cilët kanë qenë pjesëmarrës në marrëveshjen e Ohrit, disa çështje edhe pas marrëveshjes së Ohrit kanë dalë prej kornizës, edhe pse është marrëveshje kornizë. Dhe dal nga dal merrni me mend ligji që prej 2001-shit marrëveshja e Ohrit deri 2019 në zhagit një ligj për përdorimin e drejtë gjuhëve të gjuhës. Dhe ajo që është qesharake, që është haptas domethënë në çmim i kombit ton, i gjuhës ton është 20%. 20%. Edhe shkruar nuk mund të jemi të barabartë, por edhe pse në kushtetut kemi drejt që të ngulim këmbë të implementohet ashtu edhe siç është. Edhe pse atje nenet nuk i mbaj mend, nuk jam jurist, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase shkrimi i saj cirilik dhe gjuha shqipe shkrimi i saj. Kjo do të ishte zgjidhje. Por nuk do të thotë se nuk kemi të drejtë edhe kur nis një nen tjetër. Gjuhë zyrtare është gjuha e popullatës që flasin 20%. 20%. Do të pajtoheshim, le të ishte edhe për maqedonasit. Gjuhë zyrtare do të jetë gjuha që flitet me numër më të madh në shtet. Dhe gjuha që flitet 20%. Nuk do të kish problem. Do të balancoheshin ashtu. Prej këtu nis ajo padrejtësia edhe lufta e drejtë politike që asesi të vim ne ta heqim këtë turp që neve na ka shndruar në përqindje. Kjo asesi deri tash kemi pas rast gjithmonë politika maqedonase qeveritare, presidenca, partit politike, shumicë, parlamenti, na kanë mashtruar, por na kanë mbivotuar dhe nuk kemi mund. Sa era hap kushtetuta, partitë shqiptare, do në zemër edhe atar të opozitës, janë mundu të ndrojnë këtë. Jo, tash është të hapet kushtetuta, ju kujtohet vetëm për çështjen e ndrimit të emrit, nga presionet e Greqisë normalisht për të futur NATO.
Pastaj edhe një rast tjetër, jo për këtë, kjo do të bëhet diku tjetër, dhe me thënë, betëm 5% që është një fenomen që do të mbetet një njollë zesë në historinë drejtave shqiptarëve, kur prej një kombit madh, dhe me thënë, me një popullat madhe në Maqedoni, afërsisht sa Maqedonasit, ne të quhemi numër, Të paktën mund të merret si shembull Kosova, ku thuhet se në territorin e Kosovës gjuhë zyrtare janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe. Edhe pik. Aty nuk përmendet as, edhe pse serbët dikun edhe 3% nuk e dija janë në Kosovë, ndërsa ne në bazë të referendumit fundit me gjithë jo rezidentët jemi 29.5%. Po edhe të jo rezident është qesharake. Po. Nuk mundet jo rezidentët të kenë më pak të drejta, sepse jetojnë jashtë, ato do të jenë madje të privilegjuar, sepse ky shtet jeton me parate freste që vinë nga diaspora. Dhe u bë një gabim trashanik atje kur u bë regjistrimi, unë shpesher kam reaguar në këtë përqinje. Sa herë kur ka dashur ai më i fuqishmi edhe në Jugosllavi të shkel drejtat e shqiptarëve, gjithmonë i kam fshuar që ku është më i ndihshëm propozimi te koha e regjistrimit popullatës. Në me thënë, në kohën kur mas shumë të shqiptarët janë shpërngull në Turqi, ka pas numër më të vogël shqiptarësh, sepse kanë manipuluar edhe me fen, edhe gjithë muslimanët duke i quajtur turq, e këtu e njëjta gjë, por me mënyra të ndryshme, dhe me thënë, nuk mundën ta zvoglojnë numrin e shqiptarëve, po ja t'i ndajnë në 2 kategori. Pastaj kjo reflektohet edhe te punësimi, apo? Në bazë të numrit të përqinjes, dhe me thënë, sipas atij balanceri që për fat keq u hoq nga njerëzit. Dhe shpesher kur ka pas dhe një tendencë krahasimi me të drejtën e përdorimi gjuhës serbe dhe drejtat e serbëve në Kosovë, ju kujtohet vetë presidenti tha, nuk më intereson më Kosova, më thënë, nuk mund të t'i mshejnë gjitha ato që parasyve tonë i bëjnë ato lajkat që ne endit jemi në këtë pozitë ku jemi për fakt. Edhe kur i marrin shifrat zyrtare, i marrin këto vetëm rezidentet, ku jemi 24.diçka%. Fatkeqësisht, nuk i marrin si zyrtare bashkë me jo rezidentet, po vetëm këto që janë rezidentë. Sigurisht, dhe me thonë një popullat me një numër madh, mos konsiderohet i barabart me Maqedonasit dhe shteti tjetë i 2 popujve më të mëdhej, ku do t'i kenë të gjitha të drejtat pakiqat sipas konventave ndërkombëtare. Dhe ne nuk duhet të jemi pjesë e kategorisë atyre të cilët i fitojnë drejtat në bazë konventave ndërkombëtare, po duhet të jemi si popull që të drejtat legjitime t'i fitojmë në vetë shtetin ku veprojmë, sepse kemi kushtetutën, kemi fuqi numerike, me tër karakteristikat që i dalin në zot, dhe me thonë zhvillimi dhe shqiptarëve si në aspektin kulturore, ekonomik, etnokulturore, tjere, që t'jemi të barabartë me Maqedonasit, që asesi mos nuk jemi duke arritur deri te ajo. Po për Maqedoninë mbetet problemi dhe një çështje tjetër, ajo është çështja e bullgarëve. Maqedonia për të filluar bisedimet me Unionin Evropian, patjetër duhet që edhe pakicën bullgare ta fut në kushtetutë si pjesë e popullit bullgar. Mirë po këtu duket se maqedonasit hezitojnë dhe i kanë ndoshta ato arsyet e veta, për shkak se maqedonasit mendojnë se nëse bullgarët futen në kushtetutë, atëherë do të cënohet vetë identiteti kombëtar i maqedonasve. Edhe tani pse ekziston kjo, si mendoni ju, pse ekziston kjo frika te maqedonasit se cënohet identiteti kombëtar i tyre nga bullgarët? Duket sikur kanë një frikë intelektuale të Maqedonas nga kjo punë. Ajo frika është e bazuar apo vetëm kështu është imagjinare ndoshta? Shikur nga aspektin e rezultateve të regjistrimeve, Maqedonasit nuk ka pse të frikohen që të futen në preambull edhe Maqedonasit, edhe bullgarët si janë futur të gjithë tjerët, edhe të thonë pjesë e popullit bullgar. Nëse sipas regjistrimit me vetë dëshirë janë paraqit 2 deri 3.000 a 4.000 bullgar në Maqedoni, sipas regjistrimit, apo? Atëherë nuk ka pse të frikohen Maqedonasit. Nëse ai regjistrimi dhe ai paraqitje nuk është reale, për shkaqe të ndryshme, atëherë
Ato mund të mendojnë çka duan, por të gjitha problemet përsa i përket rregullimit marrëdhënieve me Bullgarinë, që është ajo themi rruga drejt Bashkimit Evropian, nuk na tangon neve. Maqedonia në këtë drejtim duhet ta zgjidhë problemin me Bullgarinë. Edhe Këshilli Evropian i ka dhënë detyra që duhet t'i realizojë t'i kryejë Maqedonia me Bullgarinë. Ne si shqiptar, ndoshta kemi qenë pak jo neutral, ne kemi mbrojt interesin e politikës së maqedonasve, deri në atë shkallë ku ne mund të ndihmojmë si bashkëqytetar, si bashkështetas, dhe kemi qenë në anën e maqedonasve që të ekzistojnë si kom pavarësisht gjatësinë e historisë së tyre, janë punë që do t'i zgjidhin vetë bullgarët me maqedonasit. Mirë po, nuk mund vinë deri te një zgjidhje politike paraprakisht pa u zgjidhur disa çështje kyçe të historisë, së personaliteteve të tyre. Ju e dini se me ka kohë që ekziston një komision në nivel të dy shteteve përsa i përket historisë, plan programeve të historisë, personaliteteve, a janë bullgar, a janë maqedonas, edhe erdhën të disa përfundime, disa personalitete, të jenë personalitete të përbashkëta, po, kjo është një kompromis. Megjithatë, edhe të përmendore të personaliteteve të ndryshme, si që është Goci Delçevi, edhe pse e quajtën si personalitet të dyve, vinë një delegacion për Bullgarie, ven Lule aty, veç, pastaj delegacion e Maqedonisë veç. Me thonë, është diçka që nuk ishte reale, nuk ishte shkencore, nuk ishte historike. Me thonë, i kanë problemet e pasgjidhura, po për ne si shqiptarët të ishte sa më mirë, sa më shpejt të futen edhe bullgarët në preambullën e Maqedonisë, sepse interesi jonë si shqiptar është Bashkimi Evropian. Edhe perspektiva jonë është Bashkimi Evropian. Pse? Sepse neve ditë për ditë në shkon rinia jashtë, shkon për punësime, për studime tjere, nëse do t'jetë edhe Maqedonia antare e Bashkimit Evropian, bashkë me Shqipërinë që është shumë afër, besoj edhe me Kosovën, do t'i kemi rrethanat e reja që ndoshta lëvizjet për drejt shteteve të huaja do të jenë më të vogla dhe do të mund të kthehemi një perspektive që e mendojmë se mund të jetohet edhe këtu ku jemi, kur do të jemi në Bashkimin Evropian. Të kthehemi pak politikës sotme. Në ditë ciklet e fundit zgjedhore të shqiptarët e Maqedonisë Veriut kemi patur vetëm dy bloqe të quaj, një pozit dhe një opozit, Vleni ishte dhe Fronti Evropian. Edhe megjithse pastaj ndodhen edhe përçarje tjera, mirë po kryesorja edhe në zgjedhjet parlamentare 2024, edhe në lokale 2025, votuesi shqiptar kishte vetëm dy opsione. A mendoni se kjo është e mirë sepse ruhet vota shqiptare dhe ndoshta edhe fuqia politike është më e madhe këtyre partive, apo ndoshta për demokracinë më e shëndetshme është kur kemi më shumë parti? Si shihni momentalisht funksionimin e këtyre dy bloqeve dhe do me thonë një vizion për të ardhmen, a jon duke shkuar punë të mirë apo jemi duke çaluar? Po, për demokracinë është më e shëndosht këtë blok partish në pushtet edhe blok partish në opozit. Ashtu si që kanë Maqedonasit, në kuadër të një partije më të madhe, kemi shumë partije më të vogla, që për momentin është në pushtet, por që gjatë kohë ishin edhe në opozit. Po e njëjti koalicion. E njëjta gjë vlente edhe të shqiptarët. Kishim në atë kohë partinë e parë që ishte Lëvizje Prosperiteti Demokratik dhe e kishim Partinë Demokratike Popullore, themi një parti që luajti rolin e vet opozitar, edhe punët shkonin ashtu si shkonin. Pastaj nisën fraksionet e kemi pjesën e ndarjes shkëputjes nga Prosperiteti Demokratik, e kemi Partinë Demokratike Shqiptare, PDSH, pastaj dikur u pa arsyeshme se do të forcohet më tepër partia kur dy krah opozitar të qenë bashkë, edhe erdhëm deri te partia
PPDSH që i themi, apo? Dhe një parti në pushtet, një parti në opozit. Më vonë kur ne nisëm të veprojmë si partit maqedonase, një parti e madhe, në vete, të ketë parti më të vogla, të ketë në pushtet, dhe një parti tjetër më e madhe, të ketë parti më të vogla, të ketë në opozit, aty nuk u luajt roli politik dhe mençuria e liderëve politik shqiptar dhe nisën plasaritjet. Të kesh shumë parti është mirë, po të kesh copëzime të partisë nuk është mirë. Merreni me mend prej PPDSH-s në atë kohë kur ishte një parti e fuqishme që edhe pati sukses në qeverinë e saj në kohën e Arben Xhaferit, vim të një ndarje apo një fraksion që doli prej PPDSH-s, që ishte partia ashtu Alianca për Shqiptarët, që u fuqizua, por që dobësoj, domethënë, pothuaj se ishte drejt humnerës ajo PPDSH-ja, u forcua si parti opozitare. Dikur ajo u da ndysh. Pastaj njëra pjesë u da përsëri, dhe gjitha këto copëzimet janë interes të dikuj që nuk ne do të mirën për të fituar të drejtat tona. Dhe nuk është e shëndosh, edhe pse kemi nevojë për shumë parti, po jo për shumë copa, për shumë degëzime. Ne kemi pushtetin lokal edhe si pas ligjeve të pushtetit lokal edhe si pas kushtetutës është pushteti lokal. Dhe pushtetet lokale pothuaj se u bon filialat partive të ndryshme. Atë që ku një parti ka pushtetin lokal, ajo e konsideron veten si një qendër e partisë. Diku tjetër, një qytet tjetër është një parti tjetër, dhe në këtë mënyrë kjo far ecurie politike jo me standarde të mirëfillta, por me veprime të përkohshme, copa, nuk është interes shqiptarëve. Mendoj se në të ardhmen duhet mobilizohen shqiptarët të kenë një kulturë të veprimit politik dhe të dinë që është opozita dhe që është pozita. Dhe të presin të fitoj partia e tyre me programin e tyre. Lëvizja e njerëzve, deputetëve, sidomos e deputetëve, që mes veti kanë një fuqi politike, ku mund të rreshtohen e të tjerët, sepse forca një partie politike në pushtet në qeveri, matet me numrin e deputetëve në parlament. Dhe kështu, dhe me thënë, aktualisht është një çorientim i veprimit politik shqiptarëve në kohë të fundit, por mendoj se do të ketë njerëz të mençur që do t'i kanalizojnë punët drejt një standardizimi të veprimit politik. Partive politike, partisë politike që është pushtet, partive politike dhe partisë politike që është opozit, dhe zhvillohet një garë shumë demokratike me plane, me programe, edhe pse programet e partive politike shqiptare nuk kanë asnjë dallim për njëra tjetrës. Ajo është fakt. Se cilin programe ka atë që kërkojmë, kemi krejtësisht barabartë, kemi autonomin tonë në zhvillim të arsimit, duke nisur nga cikli ulët deri në universitet, por megjithatë kur vjen puna e veprimit nga pozitat e qeverisë, sikur zbehen kërkesat cilat janë shkruar në program me të cilat partitë kanë dalë para votuesve. Diçka që është shumë aktuale dhe që diskutohet këto vitet e fundit janë të dy bloqet edhe vleni dhe të fronti evropian ta quaj tani opozitën, flitet se ka shumë ndërhyrje nga jashtë. Për frontin evropian ekziston bindja se kontrollohet totalisht nga Tirana zyrtare, më saktësisht nga Edi Rama, ndërsa për vlenin, do me thonë, dihet se ka një ndikim të Albin Kurtit, i cili ishte edhe ai personi i cili edhe bashkoi vlenin aso kohë, dhe ju si shihni ju këto të quajnë ndërhyrje apo ndikim të Tiranës zyrtare dhe të Prishtinës zyrtare këtu tek ne, apo a kemi ne kapacitetet tona politike dhe intelektuale që të krijojmë kështu politika që janë autoktone dhe autentike dhe mos t'i lejojmë ta them në thojza të na përzihen prej jashtë. Ndikimi politik përmes kanaleve diplomatike
vizitave të ndryshme përmes ambasadorëve që vinë e shkojnë nga Republika e Shqipërisë, do t'i konsiderojë si shumë pozitive, mbase edhe me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Shqipëria duhet të interesohet për të drejtat dhe zhvillimet edhe politike, edhe ekonomike, edhe shkollore për shqiptarët jashtë atë dheut shqiptar, jashtë shtetit shqiptar, jashtë kufive të Shqipërisë. Kjo është shumë pozitive. Madje, edhe Kosova, që e kemi si shtet shqiptarësh, pavarësisht si quhet, edhe pse i thonë se në bazë të gjitha edhe në bazë kushtetutës është një kushtetutë qytetare, që është e padrejtë jetë e atill, por kur i njohim rrethanat historike dhe zhvillimet nga përpjekjet për të shliruar nga Serbia që u bë edhe me luftë, edhe me intervenimet e NATO-s, edhe me UÇK-n, përsëri nuk u arrit që kushtetuta të jetë aq e drejtë edhe të përfaqësoj një shtet shumë normal që është me 90 më tepër % shqiptar, që është një shtet nacional i shqiptarëve, dhe këto veprime do t'i kisha arsyetuar sikur të ishin interes të shqiptarëve, jo në interes të partive politike. Më duket se intervenimet nga jashtë, nga Shqipëria, në vend që të drejtohen popullatës, të jenë në interes popullatës, janë në interes të partive. Po për të jenë në interes të popullatës, gjithsesi duhet të shkojnë përmes partive, po jo një parti të privilegjohet më tepër nga njëra palë, pastaj partia tjetër të privilegjohet më tepër nga pala tjetër, siç është Kosova, dhe takimet e diplomatëve ndryshëm që vinë nga Shqipëria, që i presin mirë, gjithsesi me njëri tjetrin kur vinë këtu nuk i shoh se kanë një afërsi vëllazërore, sepse u takojnë dy krahve dhe kjo nuk është gjë e mirë. Mendoj se me një mequri më të madhe do të dihet Shqipëria si shtet, edhe Kosova si shtet shqiptar, do të interesohet për gjithë shqiptarët, ashtu si që interesohen edhe sërbët, edhe kroatët, edhe malazezët për pjesën e vetë, kudo që jetojnë, të interesohen edhe ato, po kjo që mban krah nuk më pëlqen. Për shembull, kryetari i qeverisë, kryeministri Edi Rama kur vjen këtu, takohet edhe me të tjerët të opozitës, po megjithatë është vërejtur diçka në ku shifet një simpati më e madhe njërit krah apo tjetrit krah. Këtë desha ta potencoj se një ndihmë është shumë e mirë, bashkëpunimi është i mirë, mos jetë seleksionim, mos jetë politik. Edhe pse ato janë persona politik, po veprimi mos jetë politik për sa i përket bashkëpunimit shqiptarëve dhe matjes së të drejtave shqiptarëve, zhvillimit. A kemi një zhvillim ne në këtë aspekt? Përveç një zhvillimi themi në numrat të hapjes së shkollave, të universiteteve, por në aspektin e punësimit, në aspektin e drejtave të kultivimit të vlerave tona historike, kombëtare, në kulturore, përmes institucioneve të ndryshme, që nuk mungojnë. Një ndër të arriturat në atë kohë, kur e kishim fjalën për Arben Xhaferin, i cili mendonte edhe dinte se ku duhet ne të godasim, ishte formimi i institutit për trashëgimi kulturore, shpirtërore dhe kulturore, formimi disa instituteve tjera, disa degëve të instituteve, sepse vetëm kështu universiteti pa institute do të jetë i zhveshur dhe nuk mund të ketë fuqinë e veprimit shkencor edhe arsimor. Prandaj në këtë drejtim duhet edhe bashkëpunimi në aspektin e kulturës, në aspektin arsimor, që nuk kemi ndonjë pengesë veprimit të bashkëpunimit. Po sa jemi në gjendjen e tash, ne kemi një gjuhë letrare dhe nuk kemi në gjendje ta respektojmë si duhet. Kohëve të fundit kam pasur edhe reagime të ndryshme për sa i përket përdorimit të gjuhës letrare. Ne ende nuk arritëm ta kemi një libër leximi, një libër letërsie e përbashkët që s'ka fare të bëj edhe si pengon politikës dhe historisë maqedonase. Edhe ashtu ne kemi librin e letërsinë shqipe, kur japim si lëndë, kemi letërsinë shqipe, pse mos ketë një tekst shkollor në nivele që nga cikli ulët deri në universitet, apo edhe planet e programet që kemi të përbashkëta. Në këtë drejtim duhet të jetë bashkëpunimi i Shqipërisë me pjesët shqiptare jashtë Shqipërisë që kanë metë. Jo vetëm të jenë vetëm të natyrës politike dhe të një kraut apo të kraut tjetër.
Profesor, unë ju falenderoj për kohën që ndatë dhe për këtë bashkëbisedim kaq të hapur dhe kaq të sinqertë. Faleminderit edhe juve për bisedën. Jemi të gatshëm edhe herave tjera nëse do të shihni të arsyeshme që Po, që patjetër. kemi mysafirët tuaj. Faleminderit. Patjetër, faleminderit.